Merkata e peshkut në Shëngjin po shndërrohet në një pikë referimi për tregtimin e organizuar dhe të kontrolluar të peshkut dhe prodhimeve të tjera të detit. E ngritur si investim i Ministrisë së Bujqësisë. Ajo është tashmë në administrimin e Bashkisë Lezhë përmes ndërmarrjes publike të krijuar prej saj. Administratori i Lezhë Invest, Besmir Froku, thotë se strukturat funksionojnë në mënyrë të rregullt dhe se gjithnjë më shumë peshkatar po adoptojnë këtë formë tregtimi, duke e parë si një mënyrë më të sigurt dhe më të dobishme për ta dhe konsumatorin. Siç e evidentuat edhe ju hap pas hapit, ju e pa që sapo erdhi një anije e peshkimit, ngarkoi gjithë gjirën e themi gjithë nxënjen ditore në arkat e tyre, i ngarkojnë makinën dhe i sollin merkatin e peshkut. Pra kjo do të thotë që merkata e peshkut ka filluar, po funksionon. Subjektet kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe të sillin gjithë peshkun e tyre në merkatin e peshkut, peshkun e freskët, peshkun sapo zihet nga deti. Ne kërkojmë akoma më shumë bashkëpunim nga ana e tyre, por veçanërisht nga ana e institucioneve përgjegjëse, në mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë rëndësinë e një peshku që është i certifikuar pranë merkatës peshkut. E rëndësishme është siguria ushqimore. Pra ne kështu garantojmë sigurinë ushqimore. Peshku vjen, certifikohet me një herë nga eksperti përgjegjës, duke ndjekur edhe rrugtimin e tij nëpërmjet librit, bukët, librave që ato deklarojnë online. Dhe pastaj ne monitorojmë edhe gjithë procesin, sepse gjitha anijet pastaj do të marrin atë certifikimin ton dhe njerëzit do të kenë një ankan ku do vinë ta marrin peshkun gjitha konform gjitha standardeve ligjore. Po sigurisht peshku i freskët i ka gjitha, kur përmend peshkun e freskët që vjen direkt nga deti dhe vjen direkt në ankan, ajo i ka gjitha cilësinë, garancinë ushqimore, gjitha çmimin, shumë e rëndësishme sepse këtu do jetë edhe çmimi, pra në momentin që ti vjen e sheh vetë dhe kupton se sa çmimi, sa ofron tregu. Besoj që kjo do ta mbyll gjithë të cikël që ka qenë një cikël që nuk ka funksionuar siç duhet të themi për hir të vërtetës. Merkata shërben jo vetëm si një pikë grumbullimi dhe shitje, por dhe si një garanci për cilësinë dhe gjurmëshmërinë e produkteve, duke sjellë përfitime të drejtë për drejta si për konsumatorët ashtu dhe për sektorin e peshkimit në zonën bregdetare të Lezhës. Ky model synon të formalizojë aktivitetin tregtar dhe të krijojë një standard të ri për mënyrën se si qarkullojnë produktet e detit në treg, duke kontribuar në rritjen e besueshmërisë dhe mbështetjen e shëndetit publik.